Domethënë, kjo qasje vjen si pasojë e gjithë organizimit politik në cilën bën pjesë zotëri Fetaj. Domethënë, qasja mund të them pa dashur të ofendoj inferiore. Karshi VMRO-s është të gjithë figurat politike të Vlenit, sepse kryeministri deklaron ditën e nesërme, mbasi u bë kërkesa e studentëve, tha do jepet në gjuhën shqipe, tha aprovimi, tha s'ka gjë të keqe. Në rresht, krejt Vleni do jepet në gjuhën shqipe. Kryeministri thotë do shohim dhe çojmë Komisionin e Venecias, në rresht krejt Vleni do çojmë Komisionin e Venecias. Kryeministri thotë do shikojmë zgjidhje thotë kreative, gjithë në rresht Vleni thotë do bëjmë zgjidhje kreative. Domethënë, çfarë kemi? Atë që e thotë në maqedonisht zoti Mickoski, e dëgjojmë shqip nga eksponentët e Vlenit. Dhe kjo është për ta ardhur keq. Nuk ka ndodhur më herët që të ketë kështu unison në faktorin politik shqiptar. Edhe në momentet më të këqija, kur ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim, ka pas fraksione brenda atyre që nuk e kanë pranuar këtë farë lloj logjike. Domethënë asnjëherë nuk ka qenë instaluar, për herë të parë ndodh që përkthimi të jetë institucion tek shqiptarët.